në Shqipëri, Cako. Panorama që unë bje dakord me 99% atyre që ti thua, pra mënyrën se si e shikon ti, si po shkon bota, çfarë mund të bëjë Shqipëria? Ne nuk duhet të kemi tradhtar dhe të korruptuar, të cilët janë zënë me korrupsionet e tyre për fyti këta që kanë qeverisur gjatë, edhe këta të rinë në krye të shtetit si e smena dhe ti binden këtyre lloj agjendave. Ne duhet të përpiqemi që në këtë Shqipërinë tonë të vogël të shpëtojmë çfarë mund të shpëtojmë, po e kryesorja është të mos lejojmë njerë përzierjen e racave. Ne duhet të kemi si unë të paktën kam si yll polar të politikave të mia në këtë drejtim politikat e Orbanit. Po edhe të ati Slovakut, këti Ficos, Robert Ficos, po të cilët, edhe të Polakve, të cilët kanë luftuar shumë dhe kanë bajtur shtetin e tyre të pastër. Orbani tha para pak ditësh që luftova me gjarprinte e kënetës së Brukselit, tha, të cilët më kanë denigruar dhe më kanë sulmuar vazhdimisht për këto agendat e mia për të mbajtur Hungarinë pa emigrant tuaj. Dhe unë gjën e parë që do të bëj është që do përpiqem me të gjitha forcat të mbaj rinin në këtu, të ngre standardin e jetës duke ulur çmimet e energjisë elektrike. Si mund të mbash ti 150 euro të paguajnë 2 pensionistë dhe një çift fëmijësh me të cilët ata jetojnë në përshpira 150-170 euro për shiun që e deti, qielli, zoti. Ne hidrocentrale kemi, do mirëmbahen ato hidrocentrale, cilat janë paguar me miliona euro nga pagesat e shqiptarëve, kosto e tyre, do mirëmbahen ata, do paguhen ata punojnësit që bëjnë mirëmbajtjen, edhe kaq.